Muhamedi alayhi salam kërkon prej nesh që të kemi kujdes edhe ndaj kafshëve. Neve na duket një gjest ose një vepër shumë e ulët të kujdesemi për kafshët. Por i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon që kujdesi ndaj kafshëve është pjesë përbërëse e Islamit. Në momentin që ti i ndihmon një kafshë, dije se kjo është mëshirë që ka vendosur Allahu xhalleshanuhu që të jesh në shërbim të këtyre krijesave. E keni dëgjuar rastin që tregohet se një burr në kohët e lashta, në kohët e parshme, pasi që e kishte kapluar etja dhe ishte tepër i lodhët, zbret në pus në bunar edhe pin nga uji i bunarit dhe del prej pusi. Por e sheh një qen i cili ka qenë i raskapitur nga lodhja e tepërt dhe nga uria, edhe ka filluar të haje nga tokë ku ka qenë afër. Nga mëshira e madhe që kishte vendosur në zemrën e tij Allahu xhalleshanuhu, ky person tha: kjo krijesë është e etur ashtu siç isha unë i etur para disa minutave. Zbret në bunar, në pus, e nxjerr kpucën e tij, merr nga uji i bunarit dhe kthehet përsëri te kafsha, tek qeni, dhe i jep qenit të pije ujë. Allahu i madhruar, të nderuar besimtar, për këtë vepër, për këtë gjest, bëri mrekullira dhe ja fali mëkatet këtij njeriu dhe e bëri nga banorët e xhennetit. E nga se tregoi mëshirë ndaj krijesave të Allahu xhalleshanuhu, e u tregua i mëshirshëm ashtu siç ishte i mëshirshëm ndaj vetes së tij, duke i dhënë vetes së tij ujë të pije, i dha edhe qenit me qëllim që ta shpëtoje nga vdekja. Në këtë drejtim, Muhamedi alayhi salam na tregon se një grua e cila e adhuronte Zotin xhalleshanuhu shpesh me nafile namaz, me agjerim vullnetar, por një ditë kishte ndodhur që macën që e kishte në shtëpi ta lidhje dhe mos t'i jape ushqim, dhe mos ta liroje macën që ajo të shohe ushqimin e saj, të furnizohet nga mirësitë e Allahu xhalleshanuhu. Dhe Muhamedi alayhi salam na tregon se kjo grua për këtë veprim të shëmtuar e fitoi urrejtjen e Zotit xhalleshanuhu dhe e fitoi xhehenemin, nga se në zemrën e saj mungonte mëshira dhe rahmeti që kishte vendosur Zoti i madhruar tek ajo grua, por me sjelljen arrogante të saj dhe me mendime negative ndaj krijesave të Allahu xhalleshanuhu, këtë mëshirë dhe këtë rahmet e kishte larguar nga zemra e saj.